Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, një qëndrim mbi ndërtimin që bëhet mbi Zvërnec, mbi polemikat e mëdha që ka hapur ky projekt gjigant, edhe mbi paqartësitë që reflekton ky projekt. Mbi të gjitha duhet të kuptojmë që ky lloj projekti është shumë i vështirë për të tërhequr jo vetëm për Shqipërinë, i cili është një vend shumë i vogël, por me një potencial shumë të madh, por është një lloj investimi shumë i vështirë për të tërhequr në këtë kohë, në këtë periudhë, në kohë luftrash ndërkombëtare, ndërkohë paqartësish ndërkombëtare dhe një krize ekonomike ndërkombëtare, të arrish të tërheqësh këtë lloj investimi është gjë shumë e madhe për Shqipërinë. Dhe kjo nuk ka të bëjë fare me Ramën. Rama ka mëkatet e veta, por duhet dim se kur duhet ta mbështesim njëri tjetrin, sepse fatkeqësisht këto bishtat që ne i vendosim njëri tjetrit na kanë lënë këtu ku jemi duke mos hecur përpara. Sepse janë bishtat që i vendosin njëri tjetrit. Ama këtë qasje duhet ta ndryshojmë. Kur është momenti dhe koha për ta mbështetur një iniciativë, duhet jemi të zgjuar edhe të aftë të kuptojmë dhe ta mbështesim këtë iniciativë. Shqipëria, miq, për ata që s'e kanë habitur fare se çfarë është turizmi dhe ekonomia, do ishte ideale të kishte të paktën edhe një 10 investime të tjera si kjo Zvërnecit. Edhe pastaj do e kuptoni ty se çfarë superfuqie ekonomike në aspektin e turizmit ne do ishim në mes lloj. Sepse duhet kuptojmë edhe diçka tjetër. Të gjitha industritë që ne kemi pasur dikur janë shkatruar totalisht. Edhe sot fatkeqësisht kemi ngelur vetëm me ndërtimin dhe me turizmin. Turizmi për Shqipërinë ka një potencial të jashtëzakonshëm. Edhe nëse kjo qeveri, pavarësisht mëkateve që ka, arrin të thithë investime të tilla, meriton një duar trokitje. Sepse këto investime janë një garanci e madhe për të ardhmen e Shqipërisë. 10 projekte të tilla që mund të shkojnë diku te 40-50 miliard dollar, mund të sjellin të ardhmen në GDP-n e shtetit për 10 vite të ardhshme diku te 100-150 miliard dollar fitim vetëm me turizmin. Kaq potencial ka turizmi. Kështu që boll budallëj. Boll me të gjithë ju që gjithsecili ka një opinion se ka interes se çfarë është ekonomia, se çfarë janë investimet private. Bota jep tokë shtetërore për këto lloj investimesh, e jo më tokë private. Shqipëria ka nevojë për investime të tilla. Është vetmja mënyrë për të ecur përpara në fushën e turizmit. Edhe turizmi është i vetmi potencial për momentin që duhet shfrytëzohet në mënyrën më të mirë të mundshme.